Gjykata e Korçës la në masën arrest me burg 67 vjeçarin Rushan Selko, i cili akuzohet se përdhunoi dhe la shtatzan një 12 vjeçare. Selko abuzoi seksualisht me fqinjen e tij të mitur në muajin gusht. Ngjarja e rëndë ndodhi në banesën e 67 vjeçarit në fshatin Piskupat të Bashkisë së Pogradecit. Gjatë kësaj periudhe ai kërcënonte të miturin që të mos tregonte për atë çfarë kishte ndodhur. Ndërkohë rasti u zbulua nga prindrit e së miturës, të cilët vuan re ndryshimet fizike të saj. Ekzaminimi mjekësor zbuloi se vajza ishte 22 javëshe shtatzën dhe më pas ajo rrëfeu të gjithë ngjarjen e rëndë. Organi i akuzës ka kërkuar masën e sigurisë arrest me burg për 67 vjeçarin, çka është pranuar edhe nga gjykata. Seanca e zhvilluar me dyert të mbyllura ka zgjatur për më tepër se 2 orë. Burime brenda seancës gjyqësore bëjnë me dije se 67 vjeçari nuk e ka pranuar që ka abuzuar seksualisht me të miturën. Ndërkohë mësohet se vajzës i është marrë kampioni i fetusit për të kryer analizën e ADN-s për të vërtetuar atësinë e fëmijës. Pritet që pas 2-3 javësh të dalë përgjigjja e analizës, e cila do të hedhë dritë mbi ngjarjen e rëndë.